gjatë vitit 2025, Shërbimi Social, koordinatori i dhunës menaxhon 100 raste me urdhër mbrojtje, të cilat kanë marrë të gjitha shërbimet e duhura pranë shërbimit social në mbështetje të tërheqjes teknike dhe të gjithë aktorëve që punojnë çdo ditë me ne. Çdo rast, çdo numër fshihet një grua, disa fëmijë pas tyre dhe ne nuk i shohim kur si numër, por i shohim si individ të cilët kanë nevojë për mbështetje. Gjatë këtyre viteve Shërbimi Social ka bërë të pamundren që këto raste jo vetëm që të jenë, të minimizojmë, por gjatë ndërgjegjësimit ne kemi thënë që çdo grua dhe çdo vajzë, çdo djalë dhe çdo burr ka të drejtë të jetojë i lirë dhe të marrë mbrojtjen e duhur. Nëse ju duken shumë 100 numra, ne për Shërbimin Social themi që fal ndërgjegjësimit që ne kena bënë të gjitha njësitë e Bashkisë Lezhë, është shtuar numri dhe nuk është shtuar rastet e dhunës, por është shtuar numri grave dhe vajzave që kërkojnë mbrojtje për të mos jetuar asnjë ditë më në situatë dhune. Nga ndërgjegjësimet e shumta që ne kemi bërë, edhe për dhunë psikologjike kanë marrë urdhër mbrojtje, por e shumica ka qenë dhe dhunë fizike, sepse në përgjithësi gratë shkojnë drejtohen policisë dhe koordinatori i dhunës në atë herë kur dhuna ka agravoar. 85% 90% janë gratë që marrin urdhër mbrojtje kundër burrave, por ka edhe disa raste që kanë marrë burrat kundër grave të tyre. Shumica e rasteve ne na vinë gratë që janë vulnerabel, familjet me probleme ekonomike, por nuk është e thënë e prerë me vizë, sepse kemi dhe familje intelektuale të cilët janë me urdhër mbrojtje, sidomos disa familje që janë në proces divorci, ku bashortet e pranojnë me shumë vështirësi divorcin dhe ushtrojnë dhunë ndaj bashorteve të tyre, dhe këto raste janë më të vështira edhe për të trajtuar.